Sot, si që thash, do të gatuajmë fasuladën. Tani kemi marrë 2 qip të thata, të grim në kube. Do t'i shtojmë në tenxhere ku kam hedhur edhe vajin. Do të grim edhe 2 karota, edhe këto në kube të vegjël. Edhe karota është gati. E shtojmë edhe këtë në tenxhere. Do t'i vëm një presh, edhe këtë do t'a grim himët, që edhe fëmijët që nuk e han preshin, tek fasulava nuk kuptohet. Do marrin edhe vitaminat, edhe preshin do t'a han. Edhe këtë e presin himët. Si që shini. E bashkojmë edhe preshin, të gjitha bashk. Unë punoj me gaz, të ndezin pa gazin këtu. Do t'i kavurtizim 2 deri në 3 minuta sa të marrin një ndriçim bashk qepa, karota dhe preshi. Pastaj do t'i shtojmë edhe selino, edhe kokën, e kam prerë në kubik të himën, si që shihni, edhe gjethet. Kam prerë në kubik. Pasi të skuqet do t'i shtojmë edhe këto. Të skuqet. Fasuleve i kam dhënë një val që ja kam hedhur ujin, e kam kulluar. Pasi të skuqen këto do t'i shtojmë.